Futbollisti kombëtares Ekuadorit Mario Pineda u vra në një atentat të tipit mafioz më 17 dhjetor në Guayaquil. Ngjarja e rëndë ndodhi në orët e para të pasdites në një zonë të frekuentuar. Mario Pineda, 33 vjeç, po dilte nga një dyqan ku dy atentatorë të armatosur të ardhur me motor ju afruan dhe i qelluan direkte në sy, duke e lënë të pafuqishëm për t'u mbrojtur. Sulmi ishte i shpejtë dhe i planifikuar duke treguar elemente tipike të një ekzekutimi mafioz. Për fat të keq të shtënave një vajzë që ndodhej pranë vendngjarjes humbi jetën, ndërsa dy persona të tjerë, të cilët ndodheshin vetëm disa metra larg, shpëtuan pa lëndime serioze. Mediat fillimisht raportuan gabimisht se viktima e dytë ishte bashkëshortja e futbollistit, por kjo mohua më pas nga familja e tij. Mario Pineda la pas 3 fëmijë dhe ishte një nga futbollistët e njohur të kombëtares së Ekuadorit, si dhe lojtar aktiv i klubit Barcelona. Autorët e atentatit janë identifikuar dhe arrestuar nga policia lokale, ndërsa hetimet po vazhdojnë për të zbardhur të gjitha rrethanat dhe motivet e ngjarjes. Sulmi ka tronditur komunitetin sportiv dhe publikun e Ekuadorit, duke rritur shqetësime për sigurinë e futbollistëve dhe qytetarëve në qytet, si dhe nevojën për masat më të forta të mbrojtjes në zonat urbane. Autoritetet lokale kanë deklaruar se do të përforcojnë patrullime dhe kontrollet në lagjet ku ndodhet ngjarja e tillë për të parandaluar incidente të ngjashme në të ardhmen.